Limit dhe Albas arrin një pikë shumë të rrezikshme tensioni. Gjithçka nis me një debat të ashpër verbal, ku fjalët bëhen gjithnjë më të rënda dhe tonet ngrihen nga minuta në minutë. Alba përpiqet të flasë dhe të shprehë veten, por Limi duket gjithnjë më i acaruar dhe i pakontrolluar. Zemërimi i tij rritet, ndërsa fytyra i ngurtësohet dhe lëvizjet i bëhen të shpejta. Ai afrohet Albës me nerva të dukshme, duke e ndërprerë vazhdimisht dhe duke mos e lënë të flasë. Fjalët e tij janë të ashpra dhe fyese, duke krijuar një atmosferë shumë të rëndë në dhomë. Në kulmin e debatit, situata del jashtë kontrollit. Limi i sulet Albës dhe në atë moment ndodh një veprim i papranueshëm. Ai e godet me një send që kishte në dorë. Ngjarja ndodh shpejt dhe shkakton tronditje të menjëhershme. Alba mbetet e shtangur nga ajo që sapo ka ndodhur, ndërsa tensioni në dhomë shpërthen në panik dhe heshtje të rëndë. Menjëherë pas këtij momenti, Limi vazhdon me fjalë ofenduese, duke i bërtitur Albës dhe duke i thënë mbyllë gojen, duke e shoqëruar me sharje dhe fyrje të rënda. Zëri i tij është i lartë dhe agresiv, ndërsa Alba ndihet e poshtëruar, e frikësuar dhe e lënduar emocionalisht. Banorët e tjerë reagojnë menjëherë. Disa afrohen për të ndarë situatën, disa të tjerë mbeten të shokuar dhe nuk dinë si të reagojnë. Atmosfera në shtëpi ndryshon rrënjësisht, bisedat ndalen, shikimet ngrihen dhe tensioni mbush çdo cep. Askush nuk e priste që debati të arrinte në këtë pikë. Alba përpiqet të mbledh veten, zëri i saj dridhet dhe emocionet e pushtojnë. Ajo ndihet e sulmuar jo vetëm fizikisht, por edhe moralisht nga fjalët dhe sjellja e Limit. Lotët i mbushin syt, ndërsa përpiqet të kuptojë se si një debat verbal u shndërrua në një moment kaq të rëndë. Limi, nga ana tjetër, vazhdon të flasë me nerva, duke u justifikuar dhe duke mos treguar qetësi. Fjalët e tij shtojnë edhe më shumë indinjatën e banorëve, të cilët e shohin situatën si shumë serioze. Heshtja që pason është e rëndë dhe e mbushur me tension. Ky moment lë gjurmë të thella në dinamikën e shtëpisë. Banorët fillojnë të flasin mes tyre për atë që ndodhi, ndërsa Alba mbetet e prekur dhe e tërhequr, duke u përballur me pasojat emocionale të situatës. Gjithçka ndryshon pas këtij incidenti dhe atmosfera bëhet më e ftohtë, më e rëndë dhe më e pasigurt. Ngjarja kthehet në një nga momentet më të trazuara brenda shtëpisë, duke mbajtur vëmendjen e shikuesve për më shumë se 5 minuta, me tension, tronditje dhe reagime të forta nga të gjithë banorët.